folur për dinamikat e mbrëmjes së dieshme dhe për po themi kush do jenë dhe dy finalistët e tjerë, kam të ftuar në një lidhje Skype gazetarin e Koha Jon, Redion Shtyllën. Redion, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Redion, e patë mbrëmjen e dieshme e Big Brother? Pa diskutim që po. Si u duk? Ishte një prime kur ishte i pritshëm le të themi se kush do shkonte në finale, por surprizë ishte le të themi futja e Olsit, që besoj do ta analizojmë më tej. Si u duk ky takim dhe çfarë vu të re gjatë bashkëbisedimit që pat me Eglin? Sigurisht ishte një takim që askujt nuk i shkonte në mendje, në rastin konkret më së shumti Eglit, po komentohet si një lloj takimi biznesi, sesa një takimi për të shprehur mirënjohje. Ata ishin jashtë, për 2 vite Egli tregoi që nuk kanë pasur le të themi raporte dhe ka munguar le të themi kjo lloj qasje ose kjo lloj dashamirësie. Se bëhet brenda Big Brother, të gjithë e dim potencialin që ka ky format, por edhe le të themi ato pengesat që ka pasur Olsi me Top Channel, ai kur doli vjet nga Big Brother ku ishte pjesëmarrës, nisi një sulme me këngë, pastaj ishte në një proces gjyqësor dhe befas u shfaq mbrëm, thua ti që midis tyre është sheshuar çdo gjë, pa diskutim që më vjen keq që është përdorur Egli në këtë rast, është përdorur për biznes, është përdorur për vëmendje, është përdorur për të shlyer borxhe ndoshta që Olsi vetëm në këtë mënyrë mund t'i bënte, pasi siç e thash, ata ishin jashtë, nuk është kaq shumë e nevojshme për të ardhur brenda shtëpisë. Ata nuk është se kanë pasur një raport shëndosh edhe jashtë shtëpisë të Big Brotherit, le të themi me takim apo me gjëra të tilla që ai mund të vinte aty surprizë. Zakonisht brenda shtëpisë së Big Brotherit vinë njerëz që banori i ka afër zemrës, edhe nuk vinë banor ose njerëz që ka shkutur marrëdhënie dhe vetëm në këtë rrugë të çon, në rrugën e biznesit, pse ajo fut mbrapa. Por ishte edhe një anë e mirë, pasi ai tregoi që raporti dhe lidhja 5 vjeçare që kishte me Eglin ka qenë një lidhje ku Egli atit i ka dhënë mbështetje, suport dhe le të themi ishte edhe një pakës ndihmë për Eglin, pasi është komentuar shumë në rrjetet sociale duke i dhënë të drejtë Olsit, duke thënë shqyr pas kish votuar nga Egli, duke krahasuar sjelljen e saj brenda shtëpisë së Big Brotherit, vetëm në këtë aspekt ndoshta ka qenë një përfitim i vogël për Eglin, por përfitimi më të madh për biznes e ka marrë Olsi. Ju bëri përshtypje fjalia e Egli që tha jam pak e habitur pasi këtë takim duhet ta kishin bërë jashtë? Është ai që unë thash, ata nuk kishin raport, ata nuk kishin le të themi një marrëdhënie qoftë përshëndetëse, e tha që unë nuk më ka rastisur asnjëherë të takoj përgjatë këtyre 2 viteve dhe vetëm në këtë linjë të çon që e ka bërë gjithçka për biznes. Redion, a ju dukej e drejtë formule për zgjedhjes që përdori produksioni për të çuar në finale, domethënë për t'i dhënë publikut 2 personazhe dhe më pas publiku të votojë dhe për të dërguar finale qoftë Rozanën dhe Laertin? Është e padrejtë, pasi ata të gjithë aty duhet të jenë të barabartë, edhe pse kjo gjë nuk është se ne e kemi parë, pra të përzgjedhur nga brenda shtëpisë, le të themi në atë petkun e pashajt, ishte vetëm Rozana dhe Laerti, në të kundërtën kemi 6 banor që le të themi janë grumbulluar si një turm, edhe u është thënë që tani në thonjë zahani kokat me njëri tjetrin dhe vetëm 2 prej jush do të prekin finale. Nuk është e drejtë si në aspektin e vetë banorëve, pasi të gjithë duhet të trajtohen njësoj, por edhe në aspektin le të themi e vlerës si lojtar, i bie që Rozana dhe Laerti janë më lart se këta të tjerët dhe është dashur kjo lloj formule që këta të dy të shkojnë në këtë finale dhe këta të tjerët janë grumbulluar dhe 2 prej tyre do të prekin finalen. Në fakt, për mënyrën se si produksioni vendosi që të përzitet 2 banor për t'i çuar në finale, u kritikua mjaft edhe nga Gjesi dhe nga Egli, madje në disa raste pat edhe paralajmërime prej tyre që mund të linin dhe garën. Mendoni që mund të ketë në të ardhmen dhe ndonjë vendim papritur që njëri prej tyre të lidhë garën, të paktën Egli që
duke sikur i ka humbur shpresat që mund të jetë në finale. Egli e ka bërë këtë Big Brother me gjithë të mirat apo dhe me gabimet e saj. Është personazhi që i ka dhënë më shumë material shtypit, është personazhi që i ka dhënë më shumë dinamika e lojës brenda shtëpisë. Fatkeqësisht unë nuk e shikoj që të jetë pjesë e finales, pasi ka dhe emra më të fortë si ajo. Për mua pa diskutim e meriton Gerta, Vlesi nuk diskutohet, e është fitues. Padyshim që do të shkojë në finale, do të jetë le të themi ai Kingu, siç e thotë edhe ai për veten e tij. Por e shoh që Egli ka humbur shpresat dhe në bashkëbisedimet që ka pasur me Xhestin këto 2 ditët e fundit përpara prajmit të brëmshëm, ku shkoi Laerti dhe jo ajo, i kam parë duke folur, por edhe duke mbajtur një lloj, le të themi si një lloj kërcënimi që ne të dy do të largohemi nëse Egli nuk do të shpallte finalistja e dytë. Për mua do të ishte më me vlerë ta bënin se sa ta thonin fjalën, pasi ja ku jemi që Egli nuk u shpall finaliste e dytë dhe e shikoj shumë të ngarkuar, besoj që edhe ajo vetë kupton që nuk e prek finalen. Kush mendoni që do jenë 2 finalistët e fundit në podium, ku më pas do përzidhet dhe fituesi? Me dëshirën e kam shprehur disa herë në shumë raste ku më është dhënë mundësia, por edhe në videot që bëj, për lojtarin e vetme, për të gjithë dinamikën që ajo ka bërë, për të gjithë lojën e pastër, për të gjithë lojën, le të themi pas skuta, për të drejt për drejt të ftohtë dinamike, shikoj Gertën dhe shikoj fituesin Xhestin. Për mua ky do të ishte një kombinim shumë i bukur dhe shumë i vlerë për të gjithë lojën që është bërë brenda këtyre 3 muajve të Big Brother, por mund të kemi dhe emër tjetër që do të shkojë në dyshe. Ky Big Brother po tregon që është surprizues, ajo që ti mendon nuk del, ajo që ne mund të mësojmë nga rrethana të ndryshme nuk del, siç ishte edhe le të themi futja e Olsit, se askujt nuk i shkonte ndërmend që ai të fuse, por padyshim që shikoj Gertën dhe Xhestin në podium. Redion, parë nga jashtë dhe pas rifutjes së Eglit, a mendoni që ka ndjenja mes tyre, mes Xhestit dhe Eglit? Padyshim, ata ndjehen mirë me njëri tjetrin, ne i kemi parë dhe kjo nuk mohohet. Pastaj për të krijuar një lidhje apo një raport, kjo do të shikohet me kalimin e kohës, kur ata do të jenë jashtë, nëse do duan ta krijojnë apo ta zhvillojnë le të themi lidhjen e tyre dhe nëse do duan ta ndajnë apo jo dhe me publikun. Egli e shikoj më shumë të interesuar për ta pasur këtë lloj lidhje, pasi le të themi është rruga më e mirë për atë për të qenë në qendër të vëmendjes. Ajo është një aktore e mirë, është një këngëtare e mirë, por të gjithë e dim, le të themi, vëmendjen apo interesin që kanë të dy ata si çift, që kur u fut Xhesi brenda shtëpisë së Big Brotherit, të dy janë krye fjalë, po që kanë ndjenja pëlqime kanë. Këtë as Xhesi nuk e ka mohuar, por edhe Egli që e ka treguar që ende e ka ndjenja për të. Gjatë kësaj jave kur ishte edhe televotimi dhe Egli ishte në televotim me Laertin, Xhesti dhe Egli po themi kanë vënë në dyshim rrëfimin që bëri Laerti pema e jetës. Si e keni parë këtë deklaratë dhe a besoni që mund shkojë po themi një banor deri në këtë nivele për të qëndruar në shtëpi? Është një rrëfim i fortë që do guxim për ta pranuar. Ishte hera parë që ai e ndante këtë histori me publikun dhe padyshim që erdhi në një moment, siç e tha dhe Egli mbrëm në prime, shumë çudi, rastësi e fatit që ndodh një herë në vit, që një herë në jetë ndodh që kur ti bën një rrëfim për pak ditë të shpallesh edhe finalist, padyshim rrugtimi i Laertit unë e kam komentuar dhe nuk më ka pëlqyer për shumë gjëra, për shumë zgjedhje që ai ka bërë, por nuk e ul peshën e tij si lojtar, por unë do doja dhe të gjithë në komente apo dhe në sondazhe që unë kam parë do donin që të ishte Egli. Nuk e di a duhet të dyshojnë atë çfarë ai tha, se është diçka që do t'i rëndoj atij nëse do të jetë një gënjeshtër, edhe nëse është e vërtet ai tregoi që ka një guxim për të pranuar hapur abuzimin që është bërë me të, një abuzim seksual nga komshiti kur ai ka qenë në moshën 9 vjeçare, ndoshta ka dashur të tregoj që edhe kur ndodhemi edhe kur jeta na ballafaqon ose na vë
në të tilla ngjarje që askujt dhe asnjë person nuk e meriton të përjetoj, ti e ke një forcë për ta kaluar dhe e ndan si një mesazh force dhe besoj që në këtë mënyrë e ka logjikuar dhe Laerti. Televotimi i finalistës së parë nuk është se kaloi pa pas debate mes Gertës dhe Rozanës dhe ajo që publiku e pa si një, po themi, si një gjë për tu veçuar ishte pretendimi i Gertës, e cila tha që kur ishin së bashku me Rozanën në studio, ajo mori më shumë dashuri nga publiku. A ishte ky në fakt një lloj pretendimi ndaj produksionit për të thënë që unë kisha më shumë mbështetje me televotim se sa Rozana? E vërteta është që le të themi Rozana nuk e shijoi shpalljen e saj si finaliste e parë, në të kundërtën Gerta është në të drejtën e saj për të treguar përjetimin e saj. Ajo atë tregoi, tha, unë kur u futa në studio, parë që publiku më shikonte dhe më dërgonte le të themi një lloj mbështetje dhe nuk është gabim ajo që bëri Gerta. Ndoshta ka qenë edhe një mënyrë për të le të themi për të mbështetur apo për t'i dhënë zemër dhe fansave dhe mbështetësve të saj që shiko se mua le të themi këtë mbështetje që ju ma keni dhënë unë kam ndier, unë e kam marrë, pa diskutim që ishte një televotim i fortë, nuk e di se sa mund të ketë qenë përqindja që ka bërë diferencën, por padyshim që janë dy lideret, e dy divaneve, Gerta në divanin e kuqe dhe Rozana në divanin blu, që nga dita parë ato të dyja, le të themi janë rivalet e vetme në atë shtëpi që kanë luftuar dhe kanë treguar një lloj, le të themi loje midis të dyve se kush do të fitonte. Gertën e kam parë më të drejt për drejt, pa frikë dhe më e hapur për të përballur, kurse Rozana refuzoi dhe kishte frikë për të pasur një përballje kokë me kokë që në realitet është Rozana ajo që ka kërkuar një përballje të tillë, por e pam të gjithë që ajo zgjodhi Jozin dhe nuk zgjodhi Gertën. Për shumë prajme ka pasur një debat të ashpër dhe replika mes njëra tjetrës, mes Rozanës dhe Neda Ballukut, opinioniste të Big Brother. Si e parë, po themi, këtë debat dhe si të zhdukur Neda si opinioniste Big Brother? Ka qenë një dinamik që Rozana e ka përdorur bukur për të pasur le të themi një lloj konflikti apo për të ndjerë e sulmuar dhe nga opinionistja Neda. Unë e kam parë Nedën shumë të pastër dhe shumë të drejtë për drejtë dhe shumë të qartë në mendimet dhe në vlerësimet që ka bërë lojës së Rozanës. Aty ku ka pasur vend për kritika për gabimet që ka bërë, ja ka thënë, aty ku ka pasur vend për ta lavdëruar dhe për ta duar trukitur për veprime apo për sjellje që ka bërë, e ka bërë. Ka qenë dhe mendoj që është një strategji e Rozanës për të mbajtur të mbërthyer audiencën, siç ishte edhe dyshja e saj e famshme me Laertin e kafeneve se sa kanë pirë apo jo. Se jeni parë këtë Big në raport me Bigun e kaluar, pra a duket sikur ky Big ka më shumë zhurmë në rrjete dhe shikueshmëri se ç'ishte Bigu i vitit kaluar? Pa diskutim që shikueshmëria në platformën YouTube është goxha e rritur në krahasim me vjet. Ka më shumë, le të themi, përfshirje të emisioneve, ka më shumë përfshirje në rrjetet sociale. Çdo vit sa vjen, le të themi që nuk krahasohet me atë të kaluarin, por çdo vit dhe sa vjen ky Big Brother, le të themi, ka qenë ndryshe që nga futja e Xhesit në mënyrë të befasishme që ndryshoi lojën në mënyrë 360 gradë, askush nuk e priste, ose shumë të banorët atyre u transduan ujërat, le të themi, por ka qenë dhe mbetet një Big Brother që është komentuar në masë. Besoj që ka dhe një lloj rritje të shikueshmërisë edhe nga diaspora, nisur dhe nga fakti që u fut Xhesi. A besoni që do vi një moment që në të ardhmen do ketë një Big Brother që mund të thyejë rekordin e Big Brotherit kur ishte Luizelli? Po flasim për një Big Brother ku në çdo prime rrugët ishin të zbrazura. Po flasim për një Big Brother ku le të themi një personazh si Luizi kishte për vete të gjithë shqiptarit, të gjithë shqiptarët, të gjithë ishin pro dhe mbështetën, le të themi, lojën e tij
të gjithë banorët aty brenda u dorëzuan, të vetme kundërshtare e kishte Oltën, krijoi dhe pati një lidhje dashurie me Kiarën që nuk është parë dhe nuk besoj që do të shihet shumë shpejt në ekranet tona. Luizi është i pa përsëritshëm, nuk e di nëse do të vijë një fenomen, por fenomene të tilla i bëjnë mirë shoqërisë tonë, pasi le të themi janë shembuj të mirë se si njeriu kur edhe ka rënë, ngrihet dhe bën për vete një audiencë të madhe. Është e njëjta gjë siç ka bërë Luizi, pa bërë dhe Xhesi, por jo në të njëjta nivele, që ka shkuar të dy tek publiku dhe tek populli, dhe të shkosh tek populli dhe tek publiku të një, le të themi, programi si Big Brother është fitoria më e madhe dhe Luizi këtë së bashku me Xhesin e kanë bërë. Regjian, shumë faleminderit për kohën dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit.